Ndjenje veçantë, pasi që po bëhen 3 vite që jam pjesë e skuadrës edhe qysh prej Ligës 2 kemi pas këtë vizion. Nashta në fillim është dukë që nuk është diçka e realizueshme, po në organizimin edhe me krejt akterët e klubit ja kemi dalë banë, ja ku jemi sot e kena arrit me fut ekipën Super League. Kjo fol krejt akterëve prapë për e famë, si kryesia e klubit, kryetarit, drejtorat që kanë qenë afër neve, gjithashtu edhe lojtarët, meritat e tyne takojnë më shumëti sepse jem konë akterët kryesor në fush, e normal edhe stafin punus me cilën punoj. Është ndjenje mirë për arsye edhe të moshës 3, po shpresoj që në të ardhmen edhe kam ndru edhe nashta perceptimi edhe për kolegët e mi të cilët janë në të njëjtën ambicje për të ardhmen edhe pse jo me pas të njëjtën sukses. Pas 3 viteve punë, sakrific, djerës e mund, arretëm ma në fund më u shkollë kampion. Faleminderit mas pore, presidentit që nuk konë gjithmonë brapa, kryesis, e mbi gjitha trenerit që ka po një super punë edhe pari me gëzu këtë titull. Shpresoj me urojmë që t'jemi edhe vitin tjetër një ekip shumë e fortë në Super League.